Rrugës për në punë u nis, por aty nuk arriti. Gjersa po përshkonte këtë udhë në Prishtinë, një polic me veturin e tij u vetë aksidentua në barierat e rrugës. Deri tek vetë aksidenti dyshohet se erdhi pasi njëjti pati arrest kardiak. Njëri që e pa ngjarjen me sytë e tij tha se vetura po lëvizte shumë ngadalë pak para se ta humbte kontrollin. Në shpejtësi të vogël ka ardhur automjeti, edhe qëtu e ka devijuar rrugën, edhe ka mbrojtje, ka mbështet mbrojtje aty. Ai thot se organet e rendit s'u vonuan hiç, e vdekjen e tij e konstatuan. Po janë ardhur edhe ndihmë shpejt, po e kanë konstatuar vdekjen në vend, duket që kish pas atak kardiak. Pasi në vend të ngjarjes erdhën organet e rendit e kur trupi pa jetë u largua nga vetura, këtë të fundin e shtyn për të liruar rrugën. Rastin e konfirmuan edhe nga policia. Sot rreth orës 6:30 në rrugën Zagrebi në Prishtinë ka ndodhur një aksident trafiku, ku ka qenë e përfshirë një veturë. Njësitet policore dhe emergjenca kanë dalë me njëherë në vendin e ngjarjes, ku nga këta të fundit është konstatuar vdekja e viktimës, zyrtar policor, që dyshohet të ketë ndodhur para aksidentit. Rasti po hetohet nga Njësia Rajonale e Trafikut.